Mes maleve, betonit dhe makinerive të rënda, puna në autostradën Kërçov-Ohër vazhdon me ritëm të përshpejtuar. Pamjet nga ajri tregojnë kantier ku një nga projektet më të gjata infrastrukturore në vend po hyn në një fazë të re të ndërtimit. Në segmentin mes Presjekës dhe Kërçovës, 2 galeri tashmë kanë përfunduar, ndërsa sipas autoriteteve, në të tretën po punohet intensivisht. Krahas tyre, ekipet ndërtimore po vazhdojnë stabilizimin e terrenit, përfundimin e urave dhe punimet në të dy tubat e tuneleve. Gjatë inspektimit të punimeve, zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikollowski deklaroi se brenda muajve të ardhshëm pritet të hapen edhe 10 kilometra të rinj të autostradës. Brojkите se navistin e impresivni. Samo ovije 3 galerije koje što se pozadi mene se vodoljine od 1 km i 100 metri, dodeka tunelite će biti najdolgi vo Makedonija, едната цевка во должина од 2 км, другата цевка во должина од 2 км и 100 метри, што се, како што кажав, најдолги тунели во Македонија, а галериите прв пат од овој тип се изведуваат не во Македонија, туку во целиот регион. Sipas autoriteteve, galerit janë zgjedhur si zgjidhja kryesore për stabilizimin e terrenit në këtë pjesë të trasesë, e cila konsiderohet ndër më sfidueset për ndërtim. Në të njëjtën kohë po vazhdojnë punimet edhe në tunelet, që pas përfundimit do të jenë më të gjatat në vend. За да заштитиме трасата, за да имаме безбедно возење, овие инженерски чуда кои што се позади нас беа најдоброто решение. Ова беше напуштен проект, ова беше проект во кој што никој не веруваше, но еве го, веќе се гледа крајот, веќе имаме 34 километри на кои што се вози, а во следните неколку месеци ќе отвориме уште 10 километри кои што се најкомплицирани 10 километри каде што влегуваат тунелите и галериите. Autostrada Kërçov-Ohër, pjesë e korridorit 8, nisi të ndërtohet në vitin 2014, por projekti u përball me vonesa të shumta për shkak të problemeve teknike, ndryshimeve në projekt, nevojës për punime shtesë për shkak të terrenit të vështirë dhe çështjeve me dokumentacionin, ndërsa përfundimi i plot i këtij aksi dhe i gjithë korridorit 8 është planifikuar deri në vitin 2030.